Një pjesëtar i policisë së Serbisë është arrestuar në hyrje të pikës kufitare në Jarinje. Gjatë kontrollit në veturën e tij me tabela të Beogradit, janë gjetur dhe konfiskuar 51 fishek, para të gatshme në vlerë prej 9.900 eurosh si dhe 26.000 dinar serb. Ai po dyshohet për veprën penale importi, eksporti, furnizimi, transporti, prodhimi, këmbimi, ndërmjetësimi ose shitja e pa autorizuar e armëve apo materialeve plasëse. Nga i dyshuari janë sekuestruar dokumente personale si kartela e identifikimit së bashku me kartelën e sindikatës së policisë serbe, letër njoftimi i Serbisë dhe Kosovës, pasaporta e Serbisë, një palë spaleta të uniformes, një palë dorza, një USB. Me vendim të prokurorit, i dyshuari është dërguar në mbajtje, thuhet në njoftimin e policisë.